Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në një tenxhere vazhdojmë dhe shtojmë një herë ujin. Ujë në total do të përdorim një gotë prej 200 ml. Tek uji vazhdojmë dhe shtojmë sheqerin. Sheqer në total do të përdorim 200 gram. Vazhdojmë brenda tani që të shtojmë gjalpin ose margarinën dhe në total do të shtojmë 250 gram me gjalp. Shtoni edhe margarinë nëse preferoni që ta përdorni atë. Unë kam prerë copëza më të vogla që të shkrihet më shpejt. E vendosim tani në zjarr mesatar dhe presim derisa gjalpi të shkrihet tek uji dhe sheqeri. Kohë që presim që gjalpi të shkrihet, në njën më të madhe vazhdojmë dhe i bëjmë bashkë përbërësit e tjerë për këtë recetë. Do të kemi nevojë për biskota të bluara. Në total, biskota të bluara do të përdorim 400 gram. Një paketim i gatshëm, kështu vjen 300 gram, do të shtojmë edhe 100 gram plus. Shtuam 300 gram, shtojmë edhe 100 gram tjera, dhe në total kemi 400 gram biskota të bluara. Në recetën e bajaderave duhet që të shtojmë edhe ara të bluara. Sasia e arave të bluara që na nevojitet për këtë recetë është 300 gram me ara. Marrim një lugë dhe i përzijem një herë mirë pjesën e biskotave dhe të arave dhe presim tani masën me gjalp që të na shkrihet tërësisht para se ta shtojmë tek brumi. Pasi sigurohemi që i kemi përzier mirë, largojmë kështu anësh dhe në mes do të bëjmë kështu si një vrim që ta shtojmë pjesën më të madhe të gjalpit këtu brenda. Dhe tani që gjalpi është shkrir, vazhdojmë që këtë përzierje ta shtojmë brenda. Tani masën që e shtuam brenda, vazhdojmë të përzijem derisa të na bëhen bashkë dhe të na bëhet një masë e mirë homogjene. Nëse ju bëhet shumë e fortë, lirisht mund të shtoni pak ujë, pra duhet bëni shumë kujdes, mos ta forconi shumë, por as mos ju mbetet shumë e qullur. Pasi sigurohemi që e kemi përzier mirë, vazhdojmë dhe e ndajmë masën në 2 pjesë të barabarta. Nëse doni, mundeni që ta matni, por unë do ta bëj matjen me sytë e lirë dhe do të mundohem që ta ndaj në gjysë. Do ta shtoj gjysmën tek tenxheria ku edhe e përgatitem shërbetin e bajaderës. Tani te gjysma e brumit që larguam anësh, vazhdojmë të shtojmë 100 gram çokoladë, të cilën e kemi shkrirë. E shtojmë çokoladën dhe përzijem mirë. Nëse i keni provuar ndonjëherë dhe i keni blerë të gatshme bajadera çokoladat, atëherë dini se gjysma e bajaderës vjen me ngjyrë kafe, gjysma tjetër me ngjyrë më të hapur. Tani marrim një kallëp, ose nëse nuk keni kallëp, mund ta përgatitni edhe në tepsi. Fillimisht e shtojmë pjesën e çokoladës poshtë. Unë po përdor kështu një tepsi prej druri, do të më duhet sa t'ja japim formën. Vazhdojmë të shtojmë pjesën me çokoladë poshtë. Pasi e shtrojmë në tepsi, vazhdojmë dhe e shtypim që ta bëjmë në formë të drejtë në të gjitha anët. Pasi sigurohemi që e kemi shtypur mirë, vazhdojmë tani që sipër ta shtojmë pjesën e bardhë. Me kujdes, pra, një herë me lugë e përhapim mbi tërë sipërfaqen. Vazhdojmë përsëri tani, një herë e shtypim mirë. Nëse keni një emë plastike si kjo që po përdor unë, do t'ju ndihmoj shumë që t'ja jepni formën mirë dhe drejtë. Tek kështu duket, pasi e kemi lëmuar mirë edhe pjesën e sipërme. Tani vazhdojmë me pjesën e dekorimit sipër. Një tenxhere më të vogël, përsëri do të shtojmë edhe 100 gram tjera me çokoladë. Sa e radhe të çokolada do të shtojmë 2 deri në 3 lugë gjelle me vaj.
Vaj do ta mbaj çokoladën të shëndritur më mirë. Vazhdojmë tani në zjarr të ulët dhe e shkrim dal nga dal çokoladën. Çokolada është shkrirë, vazhdojmë tani që tërë bajadirën ta mbulojmë me çokoladën e shkrirë. Dhe tani, pasi e kemi shtuar çokoladën, duhet lejojmë që të shtrëngohet mirë bajadira. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet, sidomos kur e përgatisni në këtë mënyrë, si çokolata ose si ëmbëlsira të vogla për mysafirët e bajramit. Unë zakonisht e lë që të pushojnë në frigorifer për gjatë tërë natës. Në këtë mënyrë jam e sigurt se është shtrënguar mirë dhe nuk do bëj asnjë gabim pastaj kur ta ndoj në pjesë më të vogla. Tani që ka pushuar për tërë natën, bajadira është e gatshme për të vazhduar, për ta prerë dhe për t'ia dhënë formën. Unë vetë se kam filluar që t'i bëj disa, tani do t'ju demonstroj edhe juve se si po e prej. Vazhdojmë që t'i prejmë dhe do t'ju bëj dikon 1 centimetër të trasha. Dhe dikon 2 centimetra gjata. Lehta, shpejta, por me një pamje dhe shije unike. Jam e sigurt se të gjithë mysafirët që do t'ju vinë për bajram do të ngelen të mahnitur. Vazhdojmë tani e prejmë të pjesën e brumit dhe i shërbejmë në një pjatë më të madhe. Dhe të dashur miq, bajadirat e bajramit i kemi gati. Gjithçka duhet të bëjmë tani është që t'i presim mysafirët e bajramit dhe t'i shërbejmë me këto çokolada të mrekullueshme. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.